Hajde ju lutëm të TikToku i ri, jemi këtu me prapavinë e kuqe. Kabashi, faleminderit zotit ashtof dullaj nderuar. Apo motër, mërë Kabashi, Mr. Kabashi. Faleminderit. Mirë se na erdhët të nderuar miq. Paqja e zotit qoftë mbi ju. Selam aleikum. Mirë se na keni ardhur në shkollën e diturive kuranore. Selma, faleminderit zemra. Dhe ku do të lexojmë Kuranin në mënyrë të rrjedhshme nga profesor Dr. Fethi Mehdiu, një ndër përkthimet më korrekte, më të mira, më të pasura me fjalor në gjuhën shqipe, pasi që është përkthyer nga ekspert. Pra, profesor Fethi Mehdiu, përndryshe tash është në moshë, mirë po ka qenë dekan i fakultetit filologjik këtu në Prishtinë dhe ka përkthyer këtë Kuran në mënyrë perfekte, më falë, s'mundi me thënë perfekte, sepse ka njerëz që e vlerësojnë, po nëse unë si letrare që kam përfundu letërsinë, krahasimtare dhe kur i marrë përkthimet dhe i krahasoj edhe pak me ata arabishtën e varfër që e kam, sidomos edhe kur i krahasoj me përkthime tjera, atëherë shoh se me të vërtet përkthimi i librit të Fethi Mehdiut, profesor doktor Fethi Mehdiut, është më i miri i mundshmi. Alma pyet, a jam Hanefi apo Selefi? Jo, nuk jam as Hanefi as Selefi. Unë jam vetëm muslimane, e pasoj Ehli Bejtin, jam edhe Sunni, edhe Shia, të gjitha janë dy rrugët kryesore që prej të cilave janë dy orientimet e mia, ku unë marr mësime për me gjetë rrugën e drejtë derisa të desim. Përndryshe, me profesion jam letrare dhe master në psikologji, e kam zyrën time për konsulta psikosociale, konsulta i IBH, ani bralma, s'ka problem, se ti as nuk e din çka është Shia, pastaj prandaj flet, dhe aty japim këshilla për njerëzit që kanë nevojë të konsultohen. Si për nga aspekti psikologjik, nëse janë me trauma të mëdha, atëherë unë i kam kolegët e mi ku i drejtoj aty, se unë mas shumë të jam e diplomuar për konsultante për psikoterapi pozitive, pra këshilltare. Gjithashtu i këshilloj miqtë e mi, sidomos çiftet që kanë probleme, as bën të ftoj për kafe. Luksori po patjetër është nder për mua që të më ftoni në kafe. Përndryshe ditën e kafeve e kam ditën vetëm të premten. Ju që jeni zonjusha, vetëm thirrni një ditë përpara, e caktojmë një termin. Përndryshe unë e kam restoranin tim këtu në Veternik, por edhe në qytet ku të doni, s'ka problem, e kam veturën vi. E caktojmë terminin një ditë përpara, të ejtën, ndërkaq të premten e kam takimin me të gjitha fansat e mia që më duan dhe i dua. Mirë, por nëse jeni mashkull, i moshritur, përveç ata që janë adoleshente deri 20, 25 vjet, 30, s'ka problem, por nëse jeni mashkull i moshritur, atëherë duhet ta merrni edhe nanën, ose motrën, ose vajzën, ose gruan, por nëse nuk keni asnjë nga gjinia femërore, atëherë s'ka problem. Unë e marr Luanin tim, e marr burrin tim, bashkëshortin tim. Unë kërkoj falje se jemi të hafur këtu në 2 TikToka dhe nuk po shohim. Përndryshe, sa e di, une sot duhet të jemi me 1 Muharrem. Eduardi po pyet këtu, a duhet të mallkoj besimtari, ishte pyetja. Shiko, besimtari edhe jo besimtari, edhe muslimani, se na kemi besimtar, edhe jo besimtar, musliman, gifting, supporting and live besebeter, prap dikush, po don me bloku, po s'ka problem.
hajde se Allahu është i madh. Inshallah Allahu thot lanetullahi ale dhalimin. Jo besimtari që mallkon nuk duhet me mallku, por ama Zoti thot, unë lanetullahi ale dhalimin, unë i mallkoj zullumçarët. Prandaj, nëse je prej zullumçarëve, ati të cilit ja ke bo zullumin, ja ke bo të keqen, nëse ai shqetësohet, aq sa shqetësohet, aq sa çan, aq sa vun, aq sa është dëmtu, mallkimi i Zotit ka me gjetë 10 fishin e asaj. Prandaj të dashur miq, kujdes, mos i boni profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi to dhe familjen e tij, aq i mirë ka qenë, sa që nuk i ka bo, kur ka kalu rrugës, thot as kokën nuk e ka kthy nëse ka pa një derë të hapur. Se thot besimtari nga dora e besimtarit dhe goja e besimtarit nuk duhesh të frigohesh, sepse ata nuk bajnë kur qia për tjetrin. Prandaj, ju lutëm apo kalëm që veç kemi kalu, super. Faleminderit shumë tiktokerat e mi të më pashëm, që gjithmonë më keni ndjekë. Faleminderit që më boni prap follow. Ata që tentojnë që 2 herë po më njofton këtu TikToku që po don dikush me ma bloku, s'ka problem. Zoti i ka në vëzhgimin e tij, se na nuk i tutemi këtyre kamerave. Prandaj keni kujdes se çdo zullum që ka e bën, mallkimi i Zotit ka mjura mbi juve. Çto gishtat kanë me ju koqit, kanë me ju çelb. Ajde kaloni ka ana tjetër, se po mduhet ky telefoni po mduhet me incizu. Qose ka vazhdojmë. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون صدق الله العلي العظيم. Fjala e Allahut të lartësuar është e vërtetuar. Vazhdojmë me leximin e Kuranit në gjuhën shqipe dhe interpretimin, komentimin letrar të këtyre ajeteve, pra në mënyrë sipërfaqësore, pasi që nëse të ishim dalë ta komentonim apo ta interpretojmë komentimet e Kuranit fjalë për fjalë, do të na duhen ndoshta 100 ditë për një ajet. Aq është i rëndësishëm fjala e Zotit. Por ne do të lexojmë vetëm në lexim letrar dhe komentim letrar. Faleminderit Aserida, mashallah edhe për juve. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. I mbështetem Allahu të më ruaj nga shejtani i mallkuar, në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Ne edhe para teje për profetët kemi dërguar vetëm njerëz,
të cilëve u kemi dhënë shpallje. Pyetni pasuesit e librit, nëse nuk e dini, pasuesit e librit, tu do me thënë, edhe të krishterët edhe të jevrejt që kanë qenë para profetit Muhammed. Pra, argumentet të qarta dhe libra kemi dhënë, ndërsa ty o Muhammed, të shpallëm Kuranin, tu asharosh njerëzve atë që u shpallet, mbase edhe ata do të mendojnë. Pra, Zoti në Kuran 130 herë përmend, e fela taqilun, pse s'po mendoni? Edhe këtu i thot Zoti, ne ja shpallëm Kuranin njerëzve, atë që u shpallet, atë që u thuhet, mbase edhe ata duhet të mendojnë.